Hoxha i nderuar Ferit Selimi, mysafiri sonshëm në podcastin e radhës. Mirë se erdhe Hoxha i nderuar. Mirë se u gjetëm, inshallah. Temën të cilën sonte e kom përgjedh me diskutu me juve është sëmundja. Ishe pak i sprovum para do kohë, po tash mirë, elhamdulillah. Si ndodhi Hoxha? Para një viti isha shumë i smut, shumë isha i smut. Edhe zakonisht apo ton njerëzit kur janë smut kanë qef me gjeda një kanë shka koni smut si ai. Po. Që me kallëzua, po, ç'ki kalu. Të vogla për shembull kur të bon sunet kanë qef me vet, ai bon sunet po, ç'ki ka përcit. A dhem kaznim ke të kallëzojnë apo ton. Edhe mbrojtja nisoj si të voglit apo ton kanë qef me ditë të gjona. Kur një ditë të xhamia ti e kam njëon edhe ai ka pas një 3 sulma. I thash habe trega me tha simptomet qyshe përjetohet i atë sulmin. Tha hoxha, ki televizit të shpia, thash po kam. E tha, kur ta nxersh televizin në pistru i shka bot, thash, nëzihet ekrane. E tha, qështu tha, mu më nëzikejt. Thash, le, më s'fol ma shumë, që ta e kam qarta për të. E mu njerë më nëzi ekrane, ama tash jakom njës në gjyrat, i prunë vrajt balancat, për të në venin e vetë. Elhamdulillah, mirë je. Po, elhamdulillah, Allahit, për të shumë mirë. Kur shkova te mjeki tha ty për deshka zoti shumë, se që si sulma ka 1000, ty të pas ka gjetë një sulmi i vogël, tha jo ai sulmi i madh, edhe alhamdulillah u rregullon. Po ta pak ngecje, pak me të folmin e pak ngecje me dorën, pak ngecje me kamën apo po alhamdulillah Allahit, inshallah është e kaluar apo Alhamdulillah, alhamdulillah se na duhesh. Për hutbet edhe për derse hoç. Hoç në trego si për fillim diçka për smundjen, si smundje. Çka thot feja për smundjen? Feja islame. Ka shumë sene për shembull çka fol feja për smundjen, apo thon. Po më tepër tregon apo thon që ku vjen smundja që duhet me bëu sabër apo thon. Po para smundjes e kena njerë shnetin e kena. Ha. Është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kur e kongu këtë hadithin të rësa jam kon student, thosha shka kape këto 3 lafa, pëtan. A din s'ma mosh ke synin di qysh kjo. Ama masanina, deshte Allah, pëtan, kur s'provohet njeri e kupton taman. E kupton hadithin. Hadithi ashtë do thot sahih, pëtan, edhe i ka 3 gjona, mësëno. E para shka ashtë, thot kur qohesh për gjumit, këtë gjymtir të levizin. Vëtan. A ke pa njëri kur qot pëqumit, ka qef moshtrin pak, vëtan. I shirë ti poshtrin është taman edhe kam po të punojnë taman, kjo është e para. E dyta, venin në të cilin ti flen, e ki të sigurt. Ha? Edhe e treta, ki me hangër me pije për një dit. Jo ma shumë, për një dit. 24 orë. Thot pejgamberi sallam, ty e thot tu ka thonë dunjoja edhe shka ki me stojve. A i ke po me stonit ka të njerë më ledhë da një bërlok. Po i vogën është e bërloki. Edhe që ato imësinat të thot tu kanë thonë prej dunjojës. Ashtu që njeri me pasa me pasën. Edhe ke dunjojë me pasën. Kur smuhut, shka e lip? Nja e lip, veç netin e lip. Kur gjonë që të sen si interesant për të. As i intereson biznisi, as i intereson me shkundeti, ja, me martu danikanja, ku e din qka, dhe thot i haron ketë. Pse? Pse smundja është ajo shka e dirigjon, dhe thot. Me shnetin e lip. Me shnetin e lip. E për ata syje, dhe thot, na do të me thonë, alhamdulillah që i nash. Për ata syje, thot, pejgamberi islam, digjona janë shka nuk kanë peshte njerëzit. Koha e lirë, edhe shëndeti. A din sa njerëzit dhe thot, si a din kimetin kohës lirë, ju ka përcen koha e lirë, pa e shfrizu kohën hiq, edhe sa njerëzit janë shnosh, elhamdulillah, as din me shfrizu që as shnoshin e vetë, po inshallah zote na i bjen vend, edhe dina me thonë, elhamdulillah, për këto nimetet shka ne ka thonë Allahu dhul Gjelal, që nëse dojna me i nëmru nimetet e zotit, nuk mujna me i nëmru. A din se njëherë njoni, kishton fukaraja mëne. Edhe kishton një bajtin, synit kushton 1 milion. Veshit 1 milion, ki qetër 1 milion. Kërja logarit kish dal miliardera. Miliardera për të miliardera. Se cile për neve jena miliardera, pëtan. Me që të mira që ka i kena në trupin ton, ama ka dhe njëherë harojna me thonë, alhamdulillah.
E për atë arsye do të më thonë elhamdulillah, shka na shnosh. E tjera të pasanena Vin. Hoç, nëse smundja është e shkrume, feja thot që çdo sen është e shkrume, edhe smundja, domethënë vën në smundja, edhe thëna ka dashur Allahu që çdo është caktim. Atëherë pse duhet të shkojmë te mjeku? Këshire, ne shku të mjeki e kemi obligim. Edhe ti ku e din që çështë ka shkruajtur Allahu dhul xhelal. Po për këtë çështje, mas midi është një polemik të cilën e ka bërë Sheh Albani rahmetullah alayh në vaktin e vet. Jo smundja, po ymri. Ha? Na thojnë që nuk shkon 1 minutë më përpara, as 1 minutë më përmas. E ka shkruar në vdekjen. Po, qatë minutit nuk e din, e din veç Allah. Apo këta. Po, si shembull e ka marrë një çështje që ka ndodhur në historinë islame. Në kohën e sundimit të Omerit radiallahu anhu, Damaski i Sodit, i ka rani smundje, taun, i thojnë, arabisht, apëton. Smundje ngjitse. Po, smundje ngjitse, apëton, sikur disa e përthejnë kolera, apëton. Po, na tasha e patëm për shembull koronën. Edhe këto sahabit kanë bon hijgjim, do thot për me shkue me shliru, do thot Damask. Ama kanë morë vesh që mrejna është tauni. E është një hadithi për Amiri sallallahu aleyhi wasallam, që ka thot nëse keni ndigju për dhe një smundi që është me një ven, mos heni ati. Po nëse heni ati, mos dilni për ati. Apo këta. Edhe ato mosat preventive janë të parat që ka i ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po edhe sot për shembull njerëzit mundohen me majt ato çështjet preventive, po jo njofsia, jo naton, jo këton e thejnë këto rregulla të mërësh. Çështja e dunjoja, s'ka çka më bë. Edhe çka bojnë? Disa pi sahabeve e thonë që të njëjtën pyetje çka be thu ti, apo tan çtaj. Masi që Allah e ka ditë që do shmukoni smund, pse mos shnohesh apo tan. Ato kanë thonë, nëse e ka shkruar Zoti me dek, atëherë na kena me bën sulm, kena me dek, s'kena me dek. Por çka i çojnë një letër Omer radiallahu anhu në Medinë. E thonë filan venin, do thot është tauni. Atëherë Omer ka thonë po ikmi pi përcaktimit të Allahut në një përcaktim tjetër. Pi kaderit në kader. Po, pi kaderit në kader. Apo këtan. Dhe thot, na nuk e dina se ç'është është përcaktimi i Allahut. Ha? Po na çka? Do thot, do të më marr sebepet me shku te mjeku. Do të më marr sebepet, çajo. Sebepet të cilat do thot i ka dhënë Allahu dhul xhelal, do të më marr. Po për atë arsye dhe Allahu dhul xhelal ka thue mjek, ha? Thonë do thot për Lokman Hakimin sa ka mjek, apo ton. Edhe Zoti ja ka treguar të gjitha llojet e smundjeve. Kush ka majt mend, ka majt mend, kush ka majt mend, si ka majt, s'ka faj kërkush në këtë punë. Po në kohën e tina qysh, do thot i ka pasën barnishtat, ha? Sikur sot apteka shkasht. Edhe kur ka hinë smundja i bari vet ka lëviz. Ka thonë mere pi që ti na pi edhe ashtë no sherifi. Ashtu që ilaçi është pezbonka, thonë populli, veç se dush me lip, e mërvesh. A shumica e ilaçnave janë te ushqimi, që ta shka e hajna, që ta shka e pina. E sot na, e ke pa, në të hangër do thot ketë... Pa kontrol. Jo pa kontrol, po senet të cilat nuk janë shnetshme, e mërvesh. E për atë arsye masene kemi edhe smundje të mëdha. Ama me konë që e rregullon ushqimin, hajnë e pijen, do thot e shneti e rregullohet. Kur në të mjeku, është gjëna mës me shku të mjeku. Shemë dhe i smut, kjo ndodhë që në mos të plesht, bes shkoj. Do thot, do të na mi morë parasysh, apëton sebepet. Edhe nëse e din, përshimu se që kjo smundje, apëton e ka diagnozën qështu, do të me shku të mjeku. Mos shku më të mjeku, faktikisht i e t'i bon vetit dhe të vrasje. I të dëmtu vetin. I të dëmtu vetin. Por, do të me shku mi morën sebepet të cilat Allahu dhul xhelal i kalon. Edhe mos mi lan këtë punë mazdore. A i fshin gjunahet së mundja? Shiqa, është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se secili prej neve, Allahu dhul xhelal ja ka bon venin në xhenet ku ka me pas. Ama çat venin ku i ki në xhenet atë, dush me merituti, ha? Me bindjen tonë, me punët tua,
me veprat e tua, ama na ka dhe njëherë bindjen e kina që jena musliman, apëtan. Ama vepra s'kena. Ama vepra s'kena bosh sa do të apëtan. Edhe tërë Allahu dhul Gjilal, ja ka përcaktu këtina venin, edhe shka ban, ja qon një smundje. Për shka që të qaj smundja, a i ban sabër muslimani. Ha? Edhe me qatë sabërin shka ban, shkon duke ungrit, të ungrit, të këtirtit e veni vetë, shka Allahu dhul Gjilal, ja ka përcaktu këtina. Ashtu që si cila smundje, ashtë e bereqeshme për qatë njëre, apëton. Isbir tahtë sip, ban sabër, Allahu dhul Gjilal ka me shpërbri. Sukur shka ka arë në për atë hadithin kur një gruj që ka vdek për shemull fëmija, e smundja ma e madhe shka është për cele vladin për balavit. Mërzi e madhe. Pa, kjo është një mërzi e madhe shumë, apëta. Nuk ka smundje, apëtan. Po ndjenjë emocionale. Po, ndjenjë emocionale, apërvesh. E qëta e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ban sabër, e Allah të shpërblen, apa? Për qatë sabër në shka e ban. E për atë asyje, të na shqiptarët e ke po, ku për shkon? Kryesh nash. Ha? Vesh na shkupi shka se kena qëta. Kosovë. Në Kosovë, në Shqipni, në Lëqene, ku të shkoj shapëton, ku e të shku në kryesh nash. Dhe me ke që e të shku mi ashtë në është kryjën dhe një kujna. Pse se rifit i ka vluë, apëtan, për mërzije se e kryja, e ti shkone, ja të regon dhe një të regim, ja të regon dhe një ajat, ja dhe një hadithia, zbut zemrën, edhe jashnosh, kryjët jashnosh. Shumë fjallë e mirë. Pa dhe shumë fjallë e mirë, ashtë fjallë dhe thët e qëllume. E kanë edhe popujt tjera, pëtan, për shumë të bashkjakt. Kur shkësh mi o dhonë për shumë ngushtëm qytu, ne këva mje glava zdrava. Edhe ata e panë, Po, edhe ata e kanë. Ose për shumë të Turqit. Bashëna sa u losën. E ki po. E ku më dëgju, po. Po, bashkë i të një kryus. Edhe turqët e pas. Po, dhe Turqit e kanë, po këtanë. Po edhe na e kemi. A mërë është edhe këtë popujt musliman dhe thot e kanë këtë shprejë. Ashtu që dhe thot kër e ki smundjen, dhe thot Allahu dhul Gjilal po ka qefë që në përmjet qasaj smundjes me të mush me sevape, edhe me të fshin gjënahet. Dikuj në e fshin gjënahet, dikuj në e mush sevapet, se na e din veç, vallaj ti ka fshin gjënahet, po ku e din ti mëre? Dështa Allah ja të dasht me mush me sevapet ka? A pëtën nuk do me thonë që veç me të fshin gjënahet. Veç me të pastru, po. Po ndoshta është edhe dhe thot shpërblim, që Allahu dhul Gjilal shpërblen. E zakonisht për shembull musliman, apo këto kur kanë ndonjë smundje, ka dhimbta të mëdha, ama nuk i del për shembull zone. Pse? Për atë arsye se e shpret shpërblim për anës së Allahut dhul Gjilal. Sabër. Ama ai për shembull se sa të bën sabër atë, do thot edhe mjek që ditë për shembull, çish po mundet me bën sabër për çë smundje. Sa e din se çfarë simptome ka smundja, po bën sabër e të sabri e ka shpërblimin e vet. Për atë arsye do thot njeriu kur ka një smundje, do të mundu me bën sabër, apëtan. E inshallah Allahu dhul Gjilal na e Është edhe një hadith të se edhe nëse ki dhimbë të vogël sa thera, fshin gjënat. Shisho, do thot hadith ka kështu. Më falë që ka dhe njëherë sheqerin O veç na boft mirë. Masani na po do të me pi pakuj. Boft mirë. Do thot kaderi nisë ti madhë, sa një kodrë. E maseni to arë në tokë të zoglu, ama zoglimi i kaderit, që shbond, në përmjet sadakajës. Kur ti do thot jep sadaka, a e shkon të zoglu, a bëktan. Për shka, se sadakaja e zbut edhe hidhrimin e Zotit. A din, Zotit ka nërë hidhrohet me dani kanë, që ka bon dani vepër të keq, ama ki e rifi ka don dani sadaka, ka bon dani mirësi, edhe qatë hidhrimin e Zotit shkon duke zbut. E jo për shembull smundin ose për shembull kaderin. Edhe ka dhe njerë i vjen sikur mi hinda një therë. A i ke po të që do therë shka i kena na për gaziba plata, pëtën. E ka dhe një therë kur t'hin në kam. Dhem pak, po, dhem, ama ka pas shumë dhim. Po, e ka përcen me një therë, pëtën. Qa e dhimt? Po, e qa e dhimt, dhe thot ashtë shpërblim. Ta fshin një gjuna të vogël. Po ta fshin një gjuna, jo të vogël, apëtan, po dal një gjuna të madhe, apëtan, qa e anishe madhe, po nëse ta kajën tane, dhe thot je ki zvoglu, apëtan, mësë me të ardhë shumë dhe një madhe, apëtan. Edhe ka për shumë duat për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shka ka bon dua që ka thonë o Zot, mos ma shlo për shumë dhe një dhimte, apëtan,
që mos ne mi harru, shka thojnë të na, populli. Ha? Për shembull, ti e shnosh mi rahat këtë, për më njëherë banë sudar edhe sukur për shembull këti e rifit çka i shkoj këtë familja. A e patëm na që si një rast. Aja është një sprovë e madhe shumë. Këtë ato mirësi që ka i ki, për më njëherë të shkojnë. Ha? Po, ka dhe njëherë për shembull të shkojnë do sësene, po të shkojnë kapak, a din? Është një e knaqshme pak ma shumë, ama ku shkojnë këtë për më njëherë, është shumë e madhe, apëtan. Për shembull për këtë gjona ka bon doa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos mi ardhën këtë sprova për më njëherë. Ha? Se edhe pejgamberit i ka ndarë sprova, po i ka dek një fëmijë, po mos e një fëmijë, po mos e një a ka një smuti, o që shto, apëtan. Jo, do shta me thonë, nëse fshinjet gjunoj me një therme të therës, si pas hadithit, imagjino sa gjunoj mundun mu fshimet dhimbta të mëdhoja tjera, kanceri, kokë dhimbta, edhe problemet psiqike për shembull. Këto janë një metet të mëdhoja, shka Allahu xhelal. Duhet me kon një farmonire stek fund ndoshta edhe zban me thonë, po duhet me kon i kënaqsh ti smuri, se po pastrohesh, po fshinjesh. Po, këshire kur e don Allahu xhelal në robën e vet, në fund të jetës ja çon një smundje për shka për me pastruar dhe me mortë e vetja i pastër. Po, e kena këtë pyetje për pas. E që ta e ka... Do me thonë, si epilog i kësaj pyetjes, do me thonë, a i fshin gjinohet se mundja? Po, do me thonë. Pa, i fshin normal, i fshin. Apëtan. Alhamdulillah. Hoc, çfarë ibadeti duhet të bëj smuri? Këshire, dhe thotë, të gjithat ibadetet që ka i banë për shembull i shnoshi, do të më bëhen dhe i smuti. Që ta i për shembull ka dallim ibadetin, apëtan pi menjes edhe prej jo menjes. Ha? Për ata që ju thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rufi al-qalemu an thalatha. Është ngrit penkalla, kalemi, ja lapsi, ja çish dush për këtë, prej 3 vetave. E një pi atinve 3 vetave kush është? Dhe thot el mejdunu hatta yufak. Ai që s'ka mend te këtë jetë sa ti vin mend. Për shembull ndani smundi ashka, të bën fikt, ha? Edhe ka të kara fikti, nuk mundu shpia dina që ka është në qatë gjendje, pa vedije me thonë e dush me mojtë Ramazan, ose dush me falë, ose me thonë së da ka pse e rifi, është pa vedije. Është pa vedije. Edhe kish ka pa vedije, për ta nuk shrun kalemi. A për këta. Ose për shembull smundjet të cilat për shembull i vinë njeriut, shka du të me shti për shembull në operacion, apëtan. Për me qëti në operacion, do të me mbi. Ishtë da i tëre sa është i mbi ma e rifi, apëtan. S'ka ku një qëfar obligimi? Në ka obligimi, apëtan. Po, kur ti del pimja, i kalzojnë për shembull, hej, i e konë pim ti 24 saat, masë jëmë tekat të tina, për që do 24 saat e banë namazit. Që ta i qysh e banë, a përsunsht, janë kama, hunë, rata, me te moma, pa te moma, nuk ka ke më rëndësi. Ashtë më rëndësi, mi thonë o Zotë që unë jam para teje. A për të kjo është më rëndësi. Bindja se ti je dhe të thëtë para Zotit tanë. E sidomos i smuti e me ndonë Zotin ma shumë se sa i shnushi. A për të. Bile a i banë ma shumë i badetit. A i ma shumë banë i badetit se sa dhe thëtë i shnushi. Për i shala Zotin e i falë, a për të. Se kina pana shumë njerëzit që kër janë smuhe, janë bo shumë musliman ma të mirë se sa kër janë konën shnushi. Ama kur është i shnosh i badeti pranot ma tepër se sa kur i smut. Të mirë me vesh. Të na popli kalzojnë një qfarë mesele. Njoni kishte shkue për para një lumit, edhe përdojnë me kalu e lumin. Edhe bismillah, tha hipke në atë vigin, vigi thojnë përdojnë atë i drunit. Edhe tha bikenuj. Apet bismillah, apet bikenuj, apet bismillah, bikenuj. Edhe erë njoni, rap, ka përse dulë ka shtronë. Kipi thot, hej, ka dalbe, shka kënove ti që dole? Ka thonë kur gjonë s'kënove. Po pëse be une 3 herë bismillah më të bojnë sënë, po ka përsej, ka shtonë, une ku bo bismillah të shpija. A për këtanë, ashto që, do të me bo bismillah kur i shnosh, ha? Jo, veç kur i smut, o zëtë shëram, a për këtanë. Po ja, po, kur i shnosh, me thonë, o zëtë shëram. Shumë mështet. Që Allahu dhe Gjellal me narujt, a për këtanë. Ato gjonat që ka i folti të resa i shnosh, registrohen dikon. Nuk ka në shpras, dhe thëtë, se të ndaftë të thëtë që ka i folti, registrohen.
Kur të vere smundja më se kur të vere smundja, do thotë e ke bonusin që ke pas përpara. Apo nëse mujë me ta dhoni një shembull të vogël se halo si rrit bash tamam, apo a ke lut Nintendo. Po më ne. Po. Edhe ai bajshë do zemra ti. E kur bajshë di gabim tu jekin një zemër. Do thotë nuk çet bi çet i veni ku ke mrriti. Ama vesh ta jek. Po, ki do bonusa, apo. Ashtu që do thotë ti ki bonusa, apo për mund jeka ama nuk zhripte poshtë. Pse se ke punu kur e koni shnosh. Kur e koni shnosh, apo. Ama kur e ban ti çat gabimin, vesh ta merr një zemër edhe i dhe modalje. Zoti trujti që. A leo me elon namazin i smuri, ose? I smut, jam gripi, ose dë një smuri, alo ma keqen, runa zot. Nëse i kanë shku mend, ju lejohet me elon namazin. Ama nëse mend i ka, atëre ju bon të obligim në namazin. Dhe thotë me falë. Shtrinj, hunç, me mendim, dhe thotë veç me syja. Që shtrinj për shemë, që shme falë namazin nëse je shtrinj? Ha? Që shme falë namazin? Qashtu, për strati, apëtan. Allahu Ekber. Kryesorja ti e ki në menën tonë elhamin. E ki e kullu Allahin, e ki rukujin, e ki e... Me men, thot jam të rënë ruku. Dhe thot ti i palevizhëm për shemull, apëtan, ama me men, dhe thot ti e të më ruku. Në qatë gjendje shka mund është ti me mandu Allahin ta, në qatë gjendje ma thonë. Për fat keq, që tu për shemull shumë njerëz shka falin namaz, ka të njëherë harrojnë me bo namaz. Për shka? A din suno, sebe pi pastërtis. Po dhe. Se për shembull rifit ja kanë nu dhe një gyp, kapitan, me urinu, e mëresh. Ose për shembull s'ka mujt me bo nevojnë, ose së një man gasna. Thot i pa pastër jam. Po jam i pa pastër. Së më bot kabull të të namaz. Ama ka një regull, na përket librat, sahibul uzër i thojnë. Dhe thot njeri i cili është me uzër. E njeri shka është me uzër, dhe thot në fillim kohës, merr një abdes, masën tek thirrët në fund vaktit da është me abdes. Ju prish. Apo të në abdesi. E që këtu është problemi, shka për shembull që të rregullat si kallzojnë na për xhamia. E kur si kallzojnë na për xhamia, masanela, thotë jo Allah, jam i pa pastër s'po falna. Apo i pastër të është për ata shka ka mundësi, ama ti shka s'ki mundësi, falë që ashtu që shie i pa pastër të apëtan. Qatë gjendi shka i me gjaka, me zavoja, me shura, në falë shpreja, me senet dhe thotë, që shie qashtu e falë, dhe thotë namazin. Për shka? Pse je sahibil usër. Allah i ta din gjendin tonë, apëtan. Po Allah i ka qef, apëtan, ti mi thonë, o zotën e këto jam. E bërësh. Që për para, për shemë, kina shku na ushtara, apëtan. Edhe nuk ka konë në rëndësi që shie, veç, kur ka thonë, ai zborë ti, dëshmukon ati. A je i kompletuma, si je i kompletuma, i ki ka ishet, a i ki i kundra të se ki, kryesorja ti e konë në zborë, apëtan. Ashtu që edhe njeri ju dhe thotë dhëtë për medal për para kryusit vetë, apëtan. E s'ka shumë herë medal, 5 herë ka medal. Edhe që të 5 herë, apëtan, 2 reqati i kanë sabah, 4 reqati i kanë drek, 4 reqati i kanë i kindi, 3 reqati i kanë në aksham, 4, si mos t'jesh edhe për që ka qatë edhe, si e për përgjajsh. Shumë mirë që e ceke, se shumë vetën nuk e, si të mos të këto pak më shumë, nuk e fali namazin, se kujtojnë që janë të pa pastër. Gjënohat që ata e kanë, se pe pa pastërtis, a i e banë pe imanit, ama e ka gabim. Po inshallah Zoti ja falë atin dhe neve. Amin. Krejtë. Hoc, shpesh ndodh që i sëmuri mallkon, është nervoz, shaj këtë, mallkimet e të smurit, si i kishe komentu? Qire, s'kisha me thonë që është një mallkima, po është një dhimbje, edhe që atë dhimbje në thotë ka njëherë e shprej me fjallë të pa dëbishme, ama kena na njerëz i këtu në Shkup, shka edhe kërja konë smut, folin fjallë miradije, e më rësh. Për shemë dhe këmë pasën e një burë tezës e ka pasë qejme, a i kuzatet këtë këtu, e zotit bekoft. Qire, në thotë, a i kuzdis këtë ndoshta, ama ta thoj keni laft mirë. Mirë, gjatë nervozës. Zotit bekoft, apëta. Ja, i qashtu e kishtë tradit, apëta. Do të muslimoni qëta, me ushtru vetë vetin, me fol fjallë të mira. Që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fel jekul khairan au liyasmut. Le të folë fjallë të mira ose le të heshte. Pse? Se me laqë shkruajnë. A? Çka ta folë që ta kanë regjistru. E për atë arsye do thotë, do të me folë fjallë të mira. Inshallah, që ai shka folë fjallë të mira edhe shpërblehet, inshallah për mirë.
E di pse jam të cek. Po. Se emisioni nuk kam veç për të naktën, sigurisht se e cek. Kjo është në Shqipëri, në Kosovë, kiç tërliç për komunisti, plak shoh, sen në gjatë momenteve të dhimbte, sa kupton. Do të thonë, këshilla jote është me dhon një mesazh edhe kur të kish dhimbt, me thon Alhamdulillah. Po, ose Subhanallah. Subhanallah, ose me thon Allah i bekot, ose Allah i të fal gjënat, ose tani shprehjet mira, jo me fol tani shprehjet keqe. Në udhu billah se disa pëton bojnë edhe kufër. Po. Pëton. Shahën pëton ose qysh me thonë shajnë pejgamberin ja. Zotin e bojnë dani shprehje shumë pa lidhje në udhu billah pëton. E që e bojnë sebe për me shku në gjene. Allah i larujt pëton. A ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i smur ndonjëherë? Po normal pëton. Do thot në fund tjetës tina do thot pismundjes ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Saqë do thot i kanë dalë edhe njerëz pëton. Edhe ka thonë një lil mauti le sekarat. Vdekja dhe thot i ka dhimbtat e veta, a mërësh. Po i ka pas këto dhe kush edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shka? Për më kallëzue që kjo është një natyrshmëri, shka se njeri e godit, të pëtan. Edhe pse da një kush vdek, tap, pa kona i smut, pa ku gjohesh, a pëtan. Ama dikush është i smut pak ma tebër, masë me smundin dhe thot edhe vdes, a pëtan. Nuk janë këtë vdekjet njësoj. Dhe më thonë pejgamberi sa ka pas, edhe i ka vujt shumë. Se vapi kemi ne të shnoshmit, kur i ndihmojmë të smundmit, ose kur e vizitojmë, ose... Qëra është një hadith të lëkusia shumë interesant. O robi jam, pse nuk më dhave uj me pi? O zot, po ti s'ki nevoj me dhonë ujna. Ose o robi jam, pse nuk më dhave pak buk ma? O zot, po ti s'ki nevoj për ushqim. Ose o robi jam, pse nuk më vizitove? Po ti s'ki nevoj me të vizitu, ha? E masën e thot zoti ati, me konë mi pas dhonë uj tani, da një kuj në konë s'kur me më dhonë uj muhe. Ose me pas ushqy filanin, a konë s'kur me pas ushqy muhe. Ose me pas vizitu një smut, a konë s'kur pas vizitu e muhe. Kjo dhe thot ashtë hadith të lëkotësi. Ashtu që dhe thot që cilën vepër, shka e banë dan një smutit, dhe thot shkruat se vapë. Edhe prej obligimeve shka i kemi na, dhe thot musliman, ndaj muslimani shka është me vizitu të smutit. Dhe thot i ki vajgjib me shku me vizitu vlavin ta kër është të smutit. Për shka me vizitu, këshire dhe sunam, është shumë interesant. Tash, dhe thot mjekësia, dhe thot bashkohore, shka për thot, 50% e ilaqit është për menës. Fjallës mirë, sa? Po, a 50% masë është për ilaqteve tjera. E qatë 50% për kujnë e marë, për që të në lasnivi shka ka shku me vizitu. Po në gëzohet. Kur shku ishti, shumë mirë kokëshe. O doj, kujto se e ma keq, ama alhamdulillah kokëshe mirë. Ja hek. Po, a i minjarë i vjen një energji pozitive, një vullnet i vjen. Ashtë një hormon në kryje i cili prodhohet, që atërë kërë e nga një laftë mirë. E qaj hormoni dhe thot e shnosh këta. Apo mërësh. Pse, ashtë shumë interesant, ta është me mveq që ka emnin, se di, mësën vetë për emna. Se njerë më kanë zirë pistruj, sa pëtën. E janë të më këthi që ta është ato emnat. Por, isha njëherë në Norvegji. Edhe pa ta shkua do thot me zavendësu një hoq atje. Edhe atje zakonisht gjumojeve s'kan vakt shumë mi u kalzu dersa pëta. Veç vinë e falin gjumojnë edhe shkojna për puna. Mas nësi dush me kalzu ti ders, ju kalzon ditën e shto, ose ditën e djel, kur janë tjilë. Edhe mirë, e këshon në një ders, edhe mas e sosa dersen, për ju thamë gjematit, a ka thot da një kush me parashtu një pytje, kur njën e parashtroj pytjen. Kur e parashtroj pytjen, e mora vesh që ki nuk ka i thjesht. Pse se pi pytjes e merë vese në qfar nivelli ashtë njerë ju. Tha shti shka përnon, tha hoshtë unë e punoj, tha në laborator. Norvegjia, na vakt që jam konë në Norvegji, i kështë ndërë dy ndërtesat noja. Ato ndërtesat mire shenë dhe thot veç me analiza të qelizës rakit. A mërvesh. Edhe thash, e i shumë mirë, thash. A pa thash, unë e marrë me ta vizitu punën tonë. Tha, po banë. Edhe kur shkova me vizitu, qatë ditë kur e kanë ato fest shtetërore,
që taj mësum zim për lafi, është 24, ja 27, nuk e di. S'është me rëndësi. Po, ama atë e kanë që atë ditë... Festë shtetërore. Po, festë fetare dhe shtetërore, kur ka lindi Isa, edhe kur shkum atje, ai ishte shef i ati në repartit, i parë ishte. Shqiptar, apo? Po, shqiptar i Prizrenit, ai, Gjaliri, edhe i kishte, qysh me tonë, këtë qelsat, edhe karticat, do u qeshin do dyrë me shikim, do me të prekme, do me shifër, do me kartela, veç ishte një dy më dyrë, të sa të shkojshte a i veni shka për nënaj. Dhe thot, nuk ishte bashkë ashtu thjesht ati me hije, që ati të qaj veni. Edhe kur hinë ati, e kanë ato një qfarë traditet, a veshin një qfarë, shka me thonë, një sa qarshafe edhe ti, që shqetojnë kësajna. Shka edhe më shonë atë pipsin ka dura me dezinfektu dur. Dezinfektu, po. Durët edhe kampën ti dezinfektu se në ketë për me hinë laborat. Hinë ati, kur hinë ati, a i studioj kje qelizat e rakit. Ki muhabet, para 10 vjetëve ka, ma shumë ka. Edhe ishin ma shumë se 300 qelizat të rakit. Nuk ishte veç një loj rakit. Po, ati në laborator kishte ma shumë se 300. A mërësh. Edhe tash, puna e ti në shka ishte qelizën e rakit me morë edhe me rrit. Edhe me këshit se qysh zhvillohet qeliza e rakit. A mërësh. Edhe aty kishte bojadisaj me boj. Edhe në atë mikroskopin ti ati, mu ishe me pa atë qelizën ati. Se 120 herë e rrit ke aj mikroskopi. Në atë vakta, ishte 150.000 euro, do të dhe shaj mikroskopi. Shumë shtrejt ishte. Edhe e kishte një frigider, kur me thonë frigider, deshtu i frigider, deshka të dush, e cili i majke konstant temperaturën, sukur shka e ka njeri. Pse se edhe aje qeliza, e rakit edhe aje, du të porrit me temperaturën e njerit. A e kishte një qeter, në sekund e ngrinke. A mërësh. Masi në sekund apet e shkrinke. Edhe po kishë jo në thash po shumë letë ko ka be, tha pse hoqë, po thash nësa në sekund me ngrinë dhe me shkrinje, që e shka ka raktin në sekund dhe thot e ngrinë e shkrinë. Po, edhe thash, ju heket kjo puna, hoqë tha, që kjo tha, a din sa fije du të me të kapërcika që kjo halka korizore këtë shka i thënë. Po deshke, ma kalzoj me numër, 13 edhe 13 për mas. Zdi shka me lezu ka të numërin. Dhe të qaq fije nervore ka përcejnë na për qëtë halkën korizore na shka e kemi. Edhe se cila fije nervore shkon e komandon qelizën veti. A mërësh. Dhe thot ketë këto pitrunit komandohen. A mërësh. Masënej, nëse një qeliz duk donë me ngu e trunin, a mërësh, rebelavët. Po. E që ajo, raki është rebel. Po. Në trupin tonë. Kur bot raki, faktikisht. Po, dhe kur bot raki, shka i thënë na. Nuk shkon si pas komandës trunit. Po, nuk shkon si pas komandës trunit. E nëse do në ti me shnoshen, me trun, mundës me shnosh. A mërësh. Ama që ta shkenë, sa alës ka rritë për shumë, me bon për shumë da një ushtrim, se qysh me shtije trunin me menue që për me shnosh. Edhe e ke po, për shumë da një kush ka rak. Edhe kur ka për shumë mendim të mirë, i shkon ma gata e raki. Ama kur ka mendim të keq, për me njëherë. Për t'javë shkon. Për t'javë shkon. Pse se aj me menën e vete, pesimizmi. Po, pesimizmi. Shkon t'i shtu ato qelizat, alo ma tepër. Ti nxjerr pi kontrollës trunit. Ama ki qetri me menën e vete, mundohet mi mua në kontroll këto qerat. Ki për me ka dalë, ama këto qerat do thot janë shnosh. Edhe se cili njeri, në trupin e vetë, ka qelizat rakit. Ka disa qeliza shka në rebelava, pëtën? Ama, elhamdulillah, shka ka për shembull ushtri, apet njeri në veti, shka e sëlmojnë. A mërësh edhe monohën që ato qelizat shka kanë dalë për sistemit, mi vra, pëtën. Edhe i qesin masën në përmjat kelbit. A di shka i thënë kelbina? E që e kelbi, a di shka është? Dhe thot janë qelizat rakit. Na i thëna kelba. Ama shken starisht, dhe thot rak është. E po pse e qiti këtë kelbin, kusht ashtë noshi? Dhe thot ti vetë e shnoshi. Për këtë arsye pra,
I thash për shumë letë koka, me ndresh një kompitere, për thanë, e ndreshin njerëzit që atë kompiterin, ama qysh mishtinje gjitha të fije, me au kluqit me restartu trunin e njerit. S'munët, se Allah e ka. Përvoj shumë interesante. Allah e ka bon, po. Edhe, qysh me thonë, pat majt një ders aty një sahata, për që lisët, shumë interesant, mu e mu do këtë. Po jo, edhe mu që u habite që... Do është të dikujna nuk ju do këtë interesant, ama e ata ku që marë, për shumë dhe ka bo një djali joni, shqiptara, i cili ka studiu në Austri, e masenina e ka zhvillu punën e vete ku në Norvegji. E kam rrinë të thotë më konën i pari në atë repartin e vetë. Me shka me ditoni, Zoti e shpërblefti. Allah gjalleri, apo këtanë, gjalleri. Allah e shpërblefti, e përshëndesim. Amin, inshallah. Po, inshallah e përshëndesim, ama që ka posim, që ta ja kom harru emni. Zhaparatori famshëm nga Norvegjia e nga Prizreni. Selam aleikum. Po, Zoti shpërblefti. O, dikush smurët dhe friksohet se do të vdes. Sa që ndronë kjo? E kap në i smurë edhe, ma vdiq. Këtë smuti dhe kanë qëta. Këtë smuti dhe sa pëta. Njërë me një të vdekje. Kjere, na do të nisi musliman me ditë një sen, se vdekja nuk vjen para vaktit, as mas vaktit. Po vjen qatë caktimin, shka ka përcaktu Allah dhul gjelal. A mërësh. Keve skeve i smur. Po, keve skeve i smut. Nuk kanë sebeb smundja për vdekje. Ja, sebeb për vdekje janë 3 elemente kryesore. Edhe kur plotësohen këto 3 elemente, atëre vjen vdekja. Jo smundja. Po mas pariher, koha, apo frimarja, na shka e mormi. Që shte e kojnë me në emisioni, merë frim. Po, merë frim, apo tanë, merë frim. E ma, kur në sose që ka frima, atëre... Sosët podcasti. Po, sosët podcasti jatë, apo tanë. Edhe vjen me likul moti. Kja është e para. E dyta, qëre, na kena arë këtonë të kjo studia jote. Ama para një saut jam konë që tërkon dikon, apo këtanë. Jam njëri shka levizi. Edhe këtë njerëzit levizin. Me shka levizin me hapa. Janë përcaktu me dhe hapat. Se sa hapa kemi bo në dënja. Ama hala ma shumë riski. Që tash ka jam të pijone tash. Kjo është riski jemi. Ama kur sosët riski s'muj me pi. Për shemull, sa të smutit ki qef mi dhonë dhe një sendis, ja, s'kam apetit. Shumë e vërtet. E kur që sosët apetit, jo reksi atëre, dhe thot, s'ka ma qaq, ju ka sosë riski atina. E këto 3 gjona, apo këto 3 gjona janë, dhe thot, sebe për me vdek. E i smuti du të me dit një sen, se nuk vdek pësa është i smut. Ja, larka sajna. Po vdek pëse sosët frima, vdek pëse i sosën hapat, vdek pëse i sosët riski. Për që ta vdek? Ama sa të smut janë konë janë shnosh. Plot ko. Edhe kanë përparu për në njëti. Po, kanë përparu. Sa njerëzve i ka ra raki, ka shku ka bon për atësim, ka bon, shka pe thojnë kësajna, me reze, shka pe shërojnë, edhe janë bon për marak. Plot ko. Ashtu që, dhe thot, smundja, ashtë veç ka qef, dhe thot, Allah me të pasë e ku jeti. Apëta. Mas mirë në histori islamet regohet për Ejubin a.s. I cili dhe thot akon ishnosh, apëtan. E mas e Allah dhul gjelë e ka që një smundje. Thojnë që edhe atina e ka që rakin, apëtan. Se i ka ra trupit, mishi i ka ra, apëtan. E që kjo e ramja e mishit dhe raka është. Edhe i ka vazhdu kjo me ra mishi të disa i ka orë të guha. E kur i ka orë të guha, ka thënë azat, mësë ma merë guhën, bile, se si të ma marrë zguhën, qish me të falën dhe rotike. Kërë, masën e piktina, të regimit e Ejubit a.s. djetarët islam, shka thojnë, dhe thotë falënderimi nuk ka veç me men, po ka edhe me gjuhë, apëtan, me vepër, apëtan. Po, dhe. A i ki qatë, me folë, me thonë elhamdulillah. Ish pa thonë elhamdulillah, veç me kryën tonë. Së është e falënderim. A mërveç. Dhe të qka, e ke menu me krye, po dush me thonë edhe me vepër, me gjymtyr. E ki ka thonë o Zot, mos ma merë gjuhën se s'dish qysh me të falënderu. E masen, që kjo akon sebeb, që masen ashëru, apet për s'dyti. Ja ka thonë Allah dhul gjelal, për sëri, grate, fëmijë, pasurinë, tana, për tanë. I ftem shikus kush do me leta lexojnë historinë e Ejubit alayhis salam, aty ka shumë mësime rreth smundjes. Shumë mësime rreth kësaj smundjes. Hoxha na tregon ndonjë tregim apo ngjarje që ka të bëjë me smundjen. Apo
S'po të kujtohet. Po ka shumë tregime. Ka shumë, po. S'po di çka me tregu apëta. Se kena pas plot njerëzit smut në për shtëpitë tona, apëta. Njerëzit të cilët do thotë ja kanë smut e mos e ne kanë morë lashin edhe kanë bërë më mirë. Një pjatë vetë, çdo të ki para vetit. Po, alhamdulillah. Tash apëta me ka bush të bardhë. Djali i ri 18 vjeçor. Inshallah apëta një natria. Inshallah Allah i tep imër se na duhesh. Sidomos futbet. Po. Ashtu që do thotë Allahu ka dhënë me sprovu e sprovon, ka dhënë me shëru e shëron. Pse se Allahu dhul xhelal është ai i cili e shnosh njërin edhe e vdes njërin. Na që do të me ditë apo. Shka, do thotë kur e thojmë shahadetin, shka thojnë yuhyi wa yumit. Do thotë Allahu është ai, shka të shnosh edhe të vdes. Apo këta, inshallah Allahu dhul xhelal na e pimër të hajrit. E pitja rodhës është porzit e cekën, po është shumë me rëndësi edhe. Po. A është e vërtetë se smundja para vdekjes e pastron muslimanin? Po, është e vërtet. Po, smundja, do thotë para vdekjes, është një sebeb që ai me ngrit të çaj veni shka Allahu dhul xhelal e ka përcaktuar atin. Se secili prej neve sono kena Gjëna, njerëzina. po, kena gjënova apëta. Qëtaj nuk mund shpe thonë të jonë jam me lashe apëta. Po jo, e qëtaj që të gjënovat e tua shka i kije, dhe Allah i ta qënë një smuje shka për mu pasru. Ndështë da një kush i ka i kësa baj, së ne ka falë. Ose ndështë da një kush a dasht me dhonë zëqatin ta man sa du të së ne ka dhonë. Ose ndështë da një kush së ne ka gjinu da një dit e ka harru që se ka gjinu. Ose ndështë da një kush ka qujit në me babën e vetë. A qëtë jetim, morë me babë, me nanë, nuk qëtë jetim. Ose sa ka vla me vla s'folin, apëtan. Pa dhe ja haram është, apëtan. Ose për këshin e ves do me një që e ka këshibile, apëtan. Ose lakurësia, për shemal, a mërësh. Ajo du të më kone mlume, a shplu, apëtan. E qëta he, do shmi pagu ata. Ka është e plot gjëna e shka i kina bon. Po, Allahu dhul xhelal ka qef që me aqu një smundje me maj sabër. Për shka që me pranu të vetja të pastërt. Nuk kur vdes maj, Po. shkon si me lanë që i pas një gjëna. Po, shka një pastërt të Allah. Kjo është një gzim, e di, sidomos për neve që na kanë dek nanat, babat, e që kanë pas smuje ka fundi, është një ngushëllim i madh për neve, Po, normal, apëton. Po leqje për to është do thot një pastrim, po edhe për ata shka i kanë bo hizmet, janë mush me se vapë. Alhamdulillah. Apëton, se na e përmenëm për para, se shka dhe me thonë me shku me vizitu një smund. Po ka kaptina të tëra, të cilat të regojnë se qysh du të musil të i smundi. Qfar lafe mi folë, qysh mi dhonë motiv, sa me nejtën. Që dikush, për shumë, thot, oda përshkoj me vizitu dikan. Apëton, e nejnë atë, tëre sa mos ta pije, qajnë, sa të mojë. 3 sa e smunë në më shumë. E smunë halë ma shumë. A e rifi dhe thot nuk kam për me smunë. Për shka ka për shumë shok sobë. Se ka nevoj aj vetin me shtuar. Nuk ka nevoj mi shku njerëzit edhe me lodha ta. Hala ma tepër. Po le një le shnoshët, po mas e shnoshët. A pëtan ki vakt me shku edhe me vizituat me vetë që e kanë shka e kanë të ki kanë. Do me thonë myshde, ato që kanë smundje para vdekjes, që janë shumë plot që i vdesin me smundje, pastrohen nga gjunahet. Edhe shkojnë të Allah. Mëstojnë a pastrohen bëj gjunahet. Po. A pëtan, mushën me sevape. Mushin me sevape, po. Se na veçtojnë a pastrohet, a pëtan. Po kujtë vitin ndoshta, a të mush me sevape rifi? Se kena komente, në vinë shumë, thot, po, a i qafiri që së konë muslimane që u konë i smutë, qka është punë e ti? Ai do thot mas për herë duhet me dhonë përgjësie për imanin e vetë. Që ka problemi? Te bindja. Do thot ai nuk ka bindje të Allahut të xhelal. E që ka problemi? Ai ke pa për shembull, sona, për shembull, thojnë për shembull këto kushit e tonë kur e japin emanetin. Ha? Çka i thojnë? Dërse, ne dajse. Për çka i thojnë këta? Pi bindje se thojnë. Pse sa e ditë që ato shkon në xhenem. E dërse, dhe me kemë shkon gjenem atje, ne i këtu. Se këtu i smutia, ma është ma mirë se gjenemi. Ha? Ne dajse, dhe me këmë mos hepti. Ha? Pse e ka bindje që ato shkon gjenem, ne udhu billah. E për shembull na për filma, a ke pa filma dhe njëra jo? Po, mërë që A ke pa kërja qëtë altijën atje? Çka i thët? A se shipin gjenem, ha? See you to hell. See you in hell, po. Qof ku, gjenet. Po pse nuk thot ai çot ty në gjendet, apo thot.
Sigur me pas një parandit që ka me shku në xhenem ketë. E ka bindje e ka ai. Bindje, Apo kupton. Dhe ka me të pa ti në xhenem. Nuk thot ka me të pa në xhenet, ama për shembull ky vëllavi musliman ku ta bëj inshallah diçka thot inshallah Allah xhenet. Apo dakikën e fundit e menon xhenetin. E çfarë është dallimi? Shumë është dallimi i thjeshtë kjo. A pëton, për pse s'dojna me kuptu, na s'na ka faj kërkush. Na kena qef kitë mi pa musliman, mi pa këtë gjenet li, ama kush do me shpëtu vetë vetin, shumë leta është, a pëton. E dëshmon që Zoti është një, edhe Që Muhamedi është pejgamber. Ama kush nuk do, s'ki me zarë së në qënë gjenet. Kur kanë së në qënë gjenet. Sa ka se vape hoq mjeku i cili ndihmon pacientit? Po shumë se vape ka, a pëton. Për ata syje se e shëran dikan apëton. E përse se njërë që e ka shëruar, dhe thot i ka se vapet e vete. Dhe thot duka e veç parja këtu. Hajde ndikush thot që valla u kënaqën me parë me se. Jo, ka edhe se vape e rifja apëton. Në ditë kanë me vdek, kanë me invarë edhe mjekt. Po dhe ata kanë me vdek apëton. Pse se vdek janë përket. Dhe shkeve mjek, dhe shkeve pasanik, dhe shkeve politiqar, dhe shkeve shka keve. Ha? Dhe shkeve hoq, dhe shkeve haxhi, dhe shka tish, a pëtan, vdek janë për kejt. Në më tonë mjekë kur ti në vorë, që të ndihmet që ka bo pacientve. Po, edhe, a ke pa për shemë ti, kur da vdek dani mjek për shemë. Frike pa ata tash për shemë të gjamia ime, vdiq doktor Alia. Ha, atë kytot, po. Shumë gjemat ka pas. A pse ka pas shumë gjemat? Se ka nimu doktor Ali. Ka nimu shumë. Allah ja pas bon nasib xhenetin. Edhe në haqë u kanë edhe u kanë muslimani mirë. A kanë shumë muslimani mirë. Aj, bash a kanë muslimani mirë. Vike me fal namazin edhe shirke me atrobullu uin kërkujna heq. Ha? E po njerëzit qofin ti. Për ndishtë për shikus ka vdek i ri, prej rakot. Po ka vdek i ri, ama ka vdek dhe thot qysh me përcaktimin e Allahu dhul Gjelal. E qëtaj atë mirësina i shka i ka po, halki të kalzojnë ditën kur kime vdek. Ama ka shumë njerëz i shka i kina përcil të vorët me 10 veta. Pse për shemë me 10 veta? Pse ako një keq? S'ka ditë për ndihmu kërkujna, ose njerëzit janë tot pitina. E për atë asyjet dhe thot, a ka deka ilhamdulillah që se u kur talisën pitina. E që ta do të me menu, që shkina me deka. Përse atë mjeku? Inshallah, vdesna me gjemat, që ka bojnë doa për neve. Pse? Sa shumë me rëndësi gjemati me maulud për Allahu dhul Gjelal për neve. E ndoshta që to janë sebeb, apëton? Që me shpëtu ne. Po, me shpëtu na. Edhe jo që janë sebeb, po ka hadith për këtë punë, apëton. Që me konë si janë ma tepër se 40 dëshmitarë, të cilët dëshmojnë sa Allahu një ashtë edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, për hatër të imanitin ve Allahu ju mëshirohet këtina, ja fal gjënaat. Masi përbani doa për ta, pra qep e faljen. 14. Po, 14. Se Zoti për shembull është i mëshirshëm, ha? Nuk ka sikur na. I ka jo, s'ja falja pëtan. Ja, Zoti ja falja pëtan. Pse? Për ata arsye se i shet që këta njerëzit po bojnë doa për vllavin e vet, pëtan. O Zot, falje, mëshiroje. Falja gjënohet, Allah e falje dhe mëshiran. Inshallah Zoti na falje na mëshiran. Amin. Zoti që përblet. Ta e bojna bolla jo. Po i kam edhe do pytja që. Po ti ki shumë pytja, për këta për në me ba sabah, për të këta. Qëfar përësi i kështë edhe në mjekve? Mjekve? O që ferit celimin. Ma e mira që ka mishëru në emën të Allahot, që kja është. A për këta. Pse? Për atë arsye se kër e shëran dikan, a i shka shërot, nuk e harron kur, a për këta. Po ja përmenën atë mirësien të cilën e ka bo. E Zoti u dhashtë net, inshallah, edhe i kina në shërbimin tonë. Sa është krenari për shemë për neve, e ke po, që në shpital, që shkojsh pa e gjithë një musliman ati, që harës ki. Që kënë shpitja e rrëllë, sot? Po, ti kur ta shash, veç kur ta pash, a pëton shnoshësh. A mërësh. Edhe, që është më nëndësi, nëse shkon spitalin shtetëror këtu në Shkup, do të gjej shumë vajzat mbuluara. Mashallah. Motra medicinale, mjeke, i në të folë për tash vitit 2024. Gjegje s'ka qenë për para të edhejtave, 70-ave, 90-ave. Kjo e meriton çdo lavdot hoxhallarët, ngritja fetare do thot, është bon për shkak mesin e tyre, inshallah Zoti e shpërblen, edhe e kanë kuptuar realitetin. Edhe ato mas miti mund me kuptu këtë realitet. Unë se e di, në 90-ave në fillim, Molla Zeka u konë shumë pro shkollimit femrës, sidomos për doktor. Edhe
Që, rezultati i fetvave të Hoxhallarëve si Zakaria Bajrami ka ardhur puna që sot shumë motra tona. Mashallah. Alhamdulillah. Inshallah Zoti i ruan. Hoxha, kanë me të një 4 pyetje. Hajde. Në spitalin shtetor është një mesxhit, xhamia ti po shoh shumë besimtarë kur shkojnë ndonjëherë që falin namazet. Një koment nga ana juaj për këtë. Shumë e mirë. Unë mendoj që ai mesxhidi apo ton do të mu ndrejsh hala pak më mirë. U bë me kube. Sigur kjo Kisha. qetra shka është. Kisha apo ton, edhe pse ti kisha nuk e hin kurkush, ai ke po. Rall shkon tani kush me kall tani qiri aty. Amërësh nëse te xhamia shkojnë më tepër. Edhe masën e xhamia është nevojë. Shka besimtarët kanë nevojë, do thotë. 5 herë ditë më falë. Jo për i natë e kanë drejqë ata, po e kanë drejqën pse kanë nevojë. Që këta do të me kuptu nësona. E objektet e kultit, po më në parasysh janë xhamia, shka janë, nuk do të më ndrejqë për i natë, po do të më ndrejqë për shkak nevojës. për shkak nevojës, apëtan. E inshallah Allahu dhu gjilal, na i mundson, apëtan, më ndrejqë për shkak nevojës. Unë e deshta edhe diçka qetër me folë, apëtan, sëna, a i ke pati për këtë mosh mjek, a dësh me dhonë një qëfar betimi, Po, ha? Ta i betimi nuk ka ti në gjyrë, nuk ka ras, nuk ka fe, nuk ka, do të dësh me ndihmu këtë, edhe armiki dësh me ndihmu, apo këta, do të ashtë i plagos të armiki, ashtë i reshnoshe. po, me reshnoshe, apo të në masën e gjukoj, a më resh, e qëtë betimin, disa e kanë kuptu të aman, disa mjek, apo këta, ama disa për shembull që kanë kuptu të aman, a më resh, inshallah Zoti ja falë gjunahet atinve, e për çfarë do të me folna, a më resh, për çfarë betimin, çfarë betim nemën shkajt me bo nemën Zotit, se Zotit shef tije, pëton. Masën e mjeki si mjek, shef sene shka s'do të mi pa, kur kush përveç se grujës, ose burri me pa, për shembull, te gruaja vet, ose gruaja me pa te burri vet, pëton. Ai për shembull shef disa gjona, edhe masën që ato gjona shka i shef, ne mora mi a kalzue, këtë dunjaz, valla pa është e filani qështu, ose pa është e filani qështu, do të me majtë këto sekrete, pse, për atë asyje se ashtu morën, do thot, me çështje njerëzore, me shëndet, inshallah Zoti ju e mirësi. Hoxh, një pyetje kam, biznismeni, Po, i cili ndihmon studentit medicinës, a e ka sevapin që pastaj studenti kur të bëhet doktor, gjatë karrierës, do të fitojë shumë sevap ai mjek, a e ka sevapin këtë që i ka ndihmu? e ka sevapin, jo pse veç për mjekësi, apo don. Për cilësinë cilësinë e lëmi, tem, po, po, për mos e cilësinë na lëmi, shkëtej. do thot, me konë se i ndihmon një studentit, pa mërë parasysh, a është mjekësi, a është drejtësi, a është ekonomi, a shka është, apo ton, a i nesër ka me punu diçka, e që atë punë shka nesër e punon, apo ton, nëse e punon, nemën të Allahu dhu gjilal, e ka sevapin e vetë. Po edhe kishka e ka zbulu kompjuterin, me konë se e ka ndreq nemën të Allahit, që atë programin sa vete kanë me përdorë? Plot vete, E qëtaj ti ne ke ndreq një program nemën të Allahit, shkon sevapi ty dhe që shka të ka animu ty. A më resh. Nuk ka veç për një çështje, për mjekësia, po për këtë gjanat është, e përgjithshme. Pyetja e fundit, Hoxh, çfarë do e këshilloje një person i cili i kanë dalë rezultatet se ka kancer, Po, edhe është shoku, kuko për mu pas në mërte, i- ka ndodhë shpesh. po. Çfarë do e këshilloje Hoxh Ferit Selimi atë person? Do ta kisha thonë këtina se vdekjen nuk ta bjen kurkush. Përveç se Allahu ta pëton, edhe do të më mbështetë Allahu dhul xhelal edhe me lip ilaçin. A më rëvesh. Do shta ilaçin e ka 5 dinar. Edhe kena në plot lezët të cilët kanë pas kancer, janë Janë sot shnosh. për barak, janë shnosh. A më rëvesh. Edhe qëtaj po do të më këthia pet të ki mjeki Laboratori. te laboratori, apo thash po pse s'pëqit nga një ilaç për rakin, se ka për shembull një ilaç shka i shëron në rakin. Pa ato kanë qef kur ta qesin, më kanë për krejt llojet e rakeve. A mëresh, se ka disa rake shka janë të shërume. E ke pa për shembull, jo merre filan ilaçin, jo merre filan tabletin, jo merre filan sulfatën, jo bane operacion, jo elhamdulillah po shërohen. Ashtu që secili rak e ka të vetën, apo këtan. Shka Allahu dhu gjilal dan me të shërua.
E për atë arsye, kur ta nin lajmin, nuk do të thonë se smak sfeta, që e dhe këta, dhe të fundi i botës. Ja, dhe të të dush me luftu, a mas shumë të çka do të me luftu, me kokë, po masëri me ilaç të qera, shka t'jep mjeki, edhe me i provoj ata, po ku e diti ku e ki e ilaçin, provoj, e inshallah Allahu dhe gjilat t'jep shnet. E në aspektin fetar, o që? Po, që kjo është në aspektin fetar. Sabër me ba dhe me menu pozitivitet. Po, me menu pozitivitet, me bon sabër edhe me lip ilaçit. Po, me lip ilaçit. Me lip mjekin, me lipën shërimin. Jo me thonë, vëllai, kara rake dhe gotë, më dërzu, Pse se feja islame nuk ka feja dërzimit. Imma nasër, imma shahade. Ka dy gjona. Ose fitim, ose shahadlek. Dhe thot, shahad, një shka me thonë? Jo. Me shku të Allahu dhul Gjelal, dhe thot i pastërt, a mërvesh. Ose me fitun këtë dënjo, a mërvesh. Inshallah Allahu dhul Gjelal ne i ba nasib që ku shkojnë ataj, të shkojnë atë pastërt. Allah që përblet për pesmarën këtë podcast. Zoti trujt, inshallah. Allah Allah që përblet edhe une të gjithë atë në vllaznive që kanë smut e motrave, ju dëshiroj shëndet. Edhe shërim sa më të shpejt. Inshallah Allahu dhul Gjelal ju jep shëndet edhe të mira në dunja dhe në ahiret. Amin. Zoti trujt, falënderit shumë shka më keni thirrë më konë pjesë e këtij emisionit, edhe pse se meritojnë se ka xhallar shumë mas shumë. Po shumë vonë bilet kena thirrë. inshallah Zoti na shpërblen të gjithëve.